thoje bazuar në rregulloren e kuvendit, pastaj filloi të thoje edhe ndonjë fjalë për të kritikuar qeverinë e atij që keni aty që ju ka ngelur mes jush. Edhe që e dini që ka ndryshuar dhe ditëlindjen që ta binte ditëlindjen afër udhëheqësit komunist. Gëzuar e paçi me shëndet e mbani, po këto kërkesat o do i bini sipas rregullores, ose nga ky krah s'keni asnjëherë dakordsinë. Por e rëndësishme është që të kuptoni diçka. Jemi të gatshëm të miratojmë çdo kërkesë që vjen nga ana juaj, e cila të bazohet rregullore dhe e cila të mos sjelli këtu thashethemet e tavolinave të Shqipërisë apo të kujdo tjetër. Bini kërkesat sipas rregullores, keni dakordsinë tonë, t'ua miratojmë. Faleminderit se kemi prap kërkesën tjetër pas 10 minutash. Faleminderit zoti Balla. Kush e do fjalën nga përfaqësuesit e grupit të deputetëve që kanë paraqitur kërkesën? Zoti Alizoti. Zoti Beleshi, zonja Zotri. Me sa di unë, dijenin time është rasti i parë në 30 vjet që nuk ka debat mbi një program. Dhe arritja jonë më e madhe si komb, apo si Shqipëri post-staliniste dhe post-maoiste, ishte debati. Unë mund të rikthehem nga fjalët e dëgjova nga parafolsi, ribëjeni debatin. Për ju thoni ne nuk duam debat. Ribëjeni debatin. Debati është pika më kryesore, që është programi, që është në interesin madhor të vetë qeverisë, e cila ka plane madhore, integrimin në BE. E jenë të diskutojmë. Pse e shmangni? Është shumë i rëndësishëm për ne, si qytetar, dhe për ata që na shohin. E kam lexuar programin dhe kam parë shumë pak fjalë për shpopullimin, po kam parë pothuajse as pak fjalë për Kosovën. Dhe ju dëgjoj shpesh që thoni gjëra që nuk qëndrojnë. Do përpiqem të jem në këtë fjalim shumë të shkurtër etik. Demokracia jeton nga debati. Riktheheni seancën e parë, e cila që nga koha Adil Çarçanit ka qenë shtylla e parlamentit shqiptar dhe ka qenë esenca e demokracisë shqiptare. Ktheheni të diskutojmë. Sipas studiuesve, demokracia jeton nga lajmi i keq, jeton nga kritika. Dëgjojeni edhe kritikën tonë. Mund t'jetë dhe pa vend, por dëgjojeni. Pra jemi, si shtoni ju, shumë pranë BE-s, po jemi shumë larg praktikimit të demokracisë. Demokracia jeton nga fjala dhe opozita ka fjalën. Nuk mund të mbyllet një seancë parlamentare për një reagim emocional të shumë deputetëve. Sepse seanca i përket shoqërisë, i përket qytetarëve, i përket fermerëve, i përket ekonomistëve, juristëve, shëndetësisë. Ju nuk mund ta mbyllni atë sepse u mërzitët ju, apo u mërzit lideri juaj. Pra ne jemi shumë brapa demokracisë dhe tentojmë të shkojmë në një shoqëri e cila ka shumë demokraci. Nuk i bën keq Shqipërisë se ka kritika. Askujt. E zhvillon parlamentin. Le të ketë dialektik parlamenti. Le të ketë debat parlamenti. Pse duhet mbyllet parlamenti për një orë? Dëgjoni dhe mendimin ton, thoni dhe tuaj. Ju do keni shansin madhor të mbroni argumentet tuaja, arritjet tuaja, integrimin e Shqipërisë drejt BE-s. Ju ja hoqet këtë drejt vetës, po e gjykoj këtë thjesht me racionalitet. Pra ju e shmangni dhe kur një ekip folës shmanget nga debati, në sytë e mi tregon dobësi. Pra ju sot jeni të dobët. Mund të keni shumë mandate, po në artikulimin politik jeni të mërësisht të dobët. E pash programin dhe ju dëgjoj me shumë shpesh që thoni me krenari dhe kur e thot dikush nga ju që ne jemi Partia Socialiste, ju të gjithë drotrokisni. Një pyetje retorike. Ku qëndron e majta juaj? I majti europian është me të doptin. I majti europian është me punëtorin. Ju jeni me horrin. Ju në çdo qark jeni me të fortin. I majti europian është me të pafuqishmin. I majti europian sot mund të ishte edhe në West Bank, mund të ishte edhe në Gaza, për të shtonë në Europë për internacionalin e famshme. Pra pyetja ime është, pas një lloj ofeze, pas një lloj fyrje, ku qëndron e majta juaj? Ju jeni me oligarkin, ju jeni me të fortin e lagjes,
ju jeni me të fortin e Elbasanit, ju jeni me të fortin e Durrësit, ju jeni me të fortin e gjithë Shqipërisë. Ku qëndron klasa punëtore? Ku qëndron punëtori? Ku qëndron i pamunduri? Pra ky s'është me asnjë vend. Pra rreth jush që janë mbledhur dhe pozicionuar të gjithë oligarkët dhe gjithë të fortët. Dhe ata që janë në përqarqe e din që heroi i qyteteve i lagjeve është i forti, i cili në moshën 18 vjeç o ka vrarë, o ka marrë bijat e botës si ka prostituar, o ka bërë ndonjë krim. Dhe ky është realiteti një partie sociale e cila sot duhet ishte në debat ideologjik që ne e djathta aq sa jemi dhe ju e majta. Ju nuk jeni me punëtorin. Ky është një iluzion. Dhe këto dy fjalë të mia të shkurtra vlen për atë jashtë, jo për ju. Se jeni të qartë në mendimet e juaja. Pastaj në program unë nuk pash asgjë për Kosovën. Dhe si ka mundësi Parlamenti i Shqipërisë dhe partia që sot është në pozitë nuk miraton një rezolut për genocidin në Kosovë. Kosova është dhimbje. Po nuk je me Kosovën, nuk je me dhimbje në Kosovës. Po si mos jesh me në dijenin time, nuk ka një rezolut në lidhje me genocidin, po përmend termin genocid. Vetë Kosova është dhimbje. Dhimbja e Kosovës u kthy në diçka botërore. Fëmijët e masakruar, njerëz pa varre, gratë e dhunuara. Dhe Parlamenti i Shqipërisë sot, me majorancën e saj, që u e përmendni me shumë shifra, e ka problem të miratoj një rezolut genocidi për gjysmën e kombit, ose nëse unë mund ta quaj për ndriçimin dhe elitën dhe përdhimin e kombit shqiptar. Kjo është turp për publikun. Kosova, me fjalën e madhe që pararsi i partisë tuaj e qutit tradhtar, ose armik të popullit, Arshipipa thot që e dua Kosovën se aty lindi Shqipëria. Atëherë, si ka mundësi që ne, sa herë ta kërkoj kush doj një rezolut për Kosovën, ajo duhet miratohet. Se është një shenjë për popullin e Kosovës. Është një shenjë për vuajtjen e Kosovës. Është një shenjë dhe një simbolik për ata që janë pavarur, për gratë e dhunuara. Si është e mundur kjo gjë? Të nderuar kolegë dhe të nderuar qytetarë. Pastaj të them dhe dy fjalë për shëndetësinë, se unë nuk dua t'ju markoni juve dhe kolegëve tjerë, po mos harroni, ju që jeni të majtë, po ju i villni ilaçet fëmijëve më, po ju i villni ilaçet njerëzve me kancer. Ku qëndron e majta, e cila në tezën e saj kryesore ka të drejtën e të pamunduarit, të drejtën e punëtorit, shansin e barabartë e majtë liberale. Gjithë Shqipëria është mbushur nëse një të fortë fiton zgjedhjet. Dhe këta unë e di nga terreni. Ju nuk mund të më thoni mua që i keni fituar zgjedhjet. Unë e di që gjysma e Elbasanit është me kamera. E din dhe Elbasanit. Po e din dhe ata të Durrësit. Po e din dhe ata të Vlorës. Dhe ky është një realitet nderuar, zonja zotëri, që ju nuk e mohoni dot. Ne kemi një zgjidhje si Shqipëri, nëse kthehemi tek ideologjia, jo tek pragmatizmi. Ne do të themi te idetë, të diskutonim sot për programin e Shqipërisë, mbi të majtën dhe të djathtën. Një qëllim i përbashkët për të zhvilluar Shqipërinë, por në mënyra të ndryshme. Le të ishin të majta, le të ishin të djathta. Por ne kur heqim bisedën, kur dhunojmë fermerin, kur dhunojmë të dobtin, dhe polici i thot të fortit shef, ne e kemi shkatëruar Shqipërinë. Megjithatë, ju jeni krenar për shumicën, gjithsesi, shumica që unë besoj që është artificiale, po dhe sigurtisht e natyrale, nuk ka gjithmonë të drejtë. Demokracia ka një element, bazohet vetëm të këtë drejta. Ju falenderoj. Faleminderit zoti Alizoti, edhim në votim të hapur me kartona kërkesën, jemi në votim për zhvillimin e mocionit me debat publik në parlament mbi prioritetet e zhvilluara e shpallura të qeverisë në programin politik të saj si dhe ndryrjen e krimit të organizuar në jetën publike të vendit. Kush është pro? Pro? Kundër? Abstenim? Kërkesa nuk miratohet. 73 janë kundër. Në rendin e ditës të datës 30/9/2025, konferencë kryetarëve u shqyrtua edhe kërkesa për mocion
me debat të finalizuar me rezolut në lidhje me njohjen e genocidit sërb në Kosovë dhe obligimet përkatëse të qeverisë së Shqipërisë e propozuar nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike. Në konferencën e kryetarëve nuk u arrit mirëkuptimi për shqyrtimin e kërkesës, në bazë të nenit 98.2 e rregullores kuvendit, i kërkoi kuvendit të vendosë me votim të hapur për zhvillimin e mocionit për debat, pasi të dëgjojmë një folës pro dhe një folës kundër për jo më shumë se 10 minuta. Kush e do fjalën për mendimin kundër? Zoti Balla? Jemi në mes të procedurës. Sonja e zotëri deputet, nderuar qytetarë shqiptarë që na ndiqni, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar nga viti 1991 deri në vitin 2025 9 rezoluta e 11 deklarata sa i përket gjithçka ka ndodhur në Kosovë nga 91-shi e deri në 2025. Po shikoja me kuriozitet rezolutën e miratuar në vitin 1991. E miratuar me konsensus plot nga deputetët e asaj legislature. Një rezolut shumë kuptim plot për momentin që ka jetuar Kosova. E kështu me radhë, vit pas viti, në vitet e vështira, 97, 98, 99, 2000 e më pas, Kuvendi i Shqipërisë i ka mbajtur të gjitha këto qëndrime. Të gjitha në kohën e duhur, për çështjen e duhur, për situatën që kërkonte dhe për mbështetjen që kërkonte Kosova. Ua kam bërë gati, do të kërkoja që përpara se të hedhim në votim këtë kërkesë tuajën të radhës, ti lexoni. E nuk do të harxoj as një sekond nga koha e vyer e kuvendit për këtë çështje, për cilën nuk kemi dhënë përgjigje shpesh, por po kaloj tek diçka që është emergjente, që ndërlidhet padyshim edhe me çështjen për cilën po flasim. Zoja zotëri, asgjë që vjen nga Sali Berisha e kur lidhet me Kosovën, nuk ka ardhur dhe nuk ka për të ardhur kurrë ndonjëherë për mirë. Vendimi juaj i Partisë Demokratike i bërë publik dje për të bojkotuar protestën e nesërme mbar kombëtare në mbështetje të UÇK-s dhe komandantëve të saj është thjesht konfirmimi i qëndrimeve dhe i veprimeve kundër interesit Kosovës. Me që thatë se nuk doni të jeni për krah nesh, thatë që nuk doni të jeni për krah kryeministrit. Kryeministri nuk do të jetë nesër në protest. Hajde, pse nuk vini? Sigurisht me kushtin që e bëri, me kushtin që të mos e politizojmë. Bëni dhe ju nesër një protest, me që nuk doni të vini me organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s. Nuk doni të vini me ta, as me ne. Bëni ju një tuaj nesër. Mos hajdeni në sheshin Skënderbej, po bëni një në Shqup ose një në një shesh tjetër. E me këtë rast, do ju vinë më shumë, se kjo është një çështje që na bashkon, kjo është një çështje nga ato që ne e quajmë, populli shqiptar i quan një komb, një qëndrim. Dhe historia e ka treguar fare qartë. Rasia mund ndodh një herë, 2 herë, por jo gjithmonë. Qysh në mandatin e parë, të ati, si president, i parë i vendit aso kohë, me shumë veprime, ju vu ndesh interesit Kosovës. A ishte shkelja e embargos OKB-s kundër furnizimit me naftë Miloševićit në dëm të Kosovës, po apo jo?
si ka mundësi që në krye të kësaj shkelje të embargos ishte vetë shteti dhe vetë Partia Demokratike. Si ka mundësi që të gjithë dëshmitarët e atij takimit famshëm Berisha Milošević u përndoqën, u arrestuan dhe u vranë? Si ka mundësi që pas takimit Berisha Milošević në Shqipëri do të vinte kasapi i Ballkanit, Arkan, për të takuar me shefin e shërbimit sekret të shtetit asaj kohe, siç edhe ka dëshmuar në një dëshmi publike komandanti dhe presidenti Thaçi, po apo jo? Si ka mundësi që prej vitit 1995, presidenti i Kosovës, indjeri Ibrahim Rugova, shmangi çdo komunikime, çdo takim me Sali Berishën deri ditën kur u nda nga jeta? Është e vërtet apo jo? Si ka mundësi që gjatë qeverisjes tënde, Sali, u ndoqën, u përndoqën, u arrestuan, drejtues të TÇK-s këtu në Tiranë, dhe si ka mundësi që pati dhe akuza për vrasjen e njerëzve të TÇK-s në Shqipëri? Si ka mundësi që e mbylle Berishën e parë me i pushtet, me i Shqipëri të rënuar, ndërsa Kosova kishte më shumë nevojë se kur në atë moment për Shqipërinë e fortë? Si ka mundësi që Kosova shkonte në Rambuje me përfaqësuesit e vet në pranverën e 99-s, ndërsa shqiptarët e Kosovës ishin nisur detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre, ndërsa ti sulmoje Rambujen dhe Tiranën me zjarr dhe dhunë? Si ka mundësi që në 17 dhjetor të vitit 2010 ti prisje në godinën e kryeministrisë të besuarin e Vladimir Putinit, kryetarin e Komisionit Jashtëm të Dumës Ruse, Konstantin Kosaçev? Ishte Kosaçevi iniciuesi i mocionit për rezolut, prej ku më pas u hartua dhe ai raporti turpshëm i rezolutës 1782 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për gjoja hetimin për trajtim njerëzor të personave dhe trafikim të palishëm të organeve njerëzore. E pra, ky proces kundër komandantëve na nisi si hetim për trafikimin e organeve dhe na përfundoi në mbajtjen peng të presidentit Kosovës të paktën për 5 vjet deri tani. Si ka mundësi që vetëm 37 ditë pas takimit në zyrën e tij me këtë Kosaçevin e famshëm, u miratua në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës ajo rezolutë e turpshme, mbi bazën e të cilës filloi ky proces i turpshëm kundër komandantëve të TÇK-s? Si ka mundësi që 4 ditë, vetëm 4 ditë, përpara se të miratoi rezoluta në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ti dhe urdhër të vriteshin populli opozitar në sheshin dhe në bulevardin Dëshmorët e Kombit? Vetëm 4 ditë, nuk është kurrë rasti që 4 ditë përpara se t'i bëj dëmi më i madh i historisë së re të kombit shqiptar, ti vrisje popullin opozitar. Dhe si ka mundësi që gjithmonë je përfshirë në sulme personale t'ulta kundër komandantit dhe presidentit Thaçi? Si ka mundësi që nuk e ke nxjerrë kur nga goja një fjalë për komandantët, të cilën mbahen prej 5 vitesh peng në burgun e Hagës? Kjo ishte një kronologji 30 vjeçare. E për t'ja vënë qershin mbi tort gjithë kronologjie, për habin time, për habin e plot miqve të tjerë me të cilët isha në Leskovs para 3 ditësh, tifozët serb, kur donin na shanin, na thirrnin Sali Berisha, Sali Berisha. Dhe ja ka treguar një gazetar që ishte pranë meje, ja tregoi dhe e morim telefon dhe i thot: "Mo doktor, thot, çka kanë këta tifozët serb që thirrin emrin tat?" E thrasin se Saliu është dhëndri mirë i Serbisë, i ka shërbyer mirë Serbisë sa herë ka pasur mundësi. Kam dhe diçka tjetër për ta thënë, jo për ju më, por në vijim të diskutimi që kemi bërë 27 nëntor. Prandaj, për procedurën që ka marrë fjalën,
zoti kryetari i kuvendit, për të mos i vazhduar të shkretët, të vazhdojnë të binden urdhrave të një personi i cili çështjen me Kosovën e ka personale, për shkak edhe të krushqisë që ka me Serbinë, propozoj që kjo kërkesë të votohet në fund pasi të njihen me 9 rezolutat dhe 11 deklaratat e 35 vite me radhë. Shpëtoni veten nga ai dhe shpëtoni shpirtrin për hir të Shqipërisë dhe të dashurisë. Faleminderit. Faleminderit. Kush e do fjalën nga përfaqësuesit e grupit deputetëve që kanë paraqitur kërkesën për mocion? Zoti Sali Berisha ka fjalën. Zotëri do shtosh minutat e përgjigjes në IT. Gjatë periudhës 1998-1999, forcat barbare serbe kryen në Kosovë rreth 100 masakra, të evidentuara ndaj popullsisë së pambrojtur të saj. Kështu u vranë rreth 1400 fëmijë dhe po citoj, Likoshan me 28 shkurt, Gjermeni mars 1998, 24 viktima civile. Në Qirez, 28 shkurt, 1 mars 98, 24 viktima civile. Prekaz, 5-7 mars 1998, 59 viktima civile, 55 të familjes Jashari. Lybineq, masakre e parë, 25 maj 1998, 10 viktima civile. Fortes, 18 korrik 98, 12 viktima civile. Rans, shtimje, 26 gusht 98, 11 viktima civile. Kleçk, 27 gusht 98, 8 të vrarë dhe mbi 30 të plagosur, viktima civile. Shale Bajgorës, 17 shtator, 12 viktima civile. Qyqavic, 22 dhe 24 shtator 98, 24 viktima civile. 6 të mbytur me që kanë në kokë. Gulboc, Malishev, 26 shtator, 1998, 14 viktima civile. 6 të mbytur me që kish në kokë. Abri e Epërme, 26 shtator, 98, 24 viktima civile të familjes Deliaj. Lubeniq, masakre e dytë, 1 dhe 7 prill 99, 100 viktima civile, prej tyre edhe gra 7 zana dhe fëmijë nga mosha 2 vjeçare. Raçak, 15 janar 99, 43 viktima civile. Ure Rakovinës, 24 janar 99, 4 viktima civile. Leshani Suareks, 2 mars 99, 29 viktima civile. Reznik Vushtri, 6 mars 99, 9 viktima civile. Udogjen, Mitrovic, 13 mars 99, 6 viktima civile. Tërnav, Podujev, 20 mars 99, 4 të vrarë dhe 11 të plagosur viktima civile. Skënderaj, 20 mars 1999, 29 viktima civile. Kotlin, Kaçanik, 24 mars 99, 26 viktima civile. Podujev, 24, 25, 99, 36 viktima civile. Celin, 25 mars 99, 82 viktima civile. Fortes,
25 mars 99, 46 viktima civile. Goden, 25 mars 99, 28 viktima civile. Randobrav, 25 mars 99, 28 viktima civile nga familja Pajaziti. Krushe Vogël, 26 mars 99, 113 viktima civile. Krushe Madhe, 25, 26, 27 mars 99, 241 viktima civile. Tërmi, Suarek, 26 mars 99, 28 viktima civile. Suarek, 26 mars 99, 48 viktima civile, antar të familjes Berisha. Padalisht, 26 mars 99, 19 viktima civile, antar të familjes Imeraj. Landovic, 26 mars 99, 23 viktima civile. Mamushk, 27 mars 99, 18 viktima civile. Dardhisht, Obeliq, 26 mars 99, 11 viktima civile nga familja Rama. Gjakov, 26 mars 99, 6 viktima civile nga familja Çerkezi. Izbis, 26 mars 99, 114 viktima civile. Matiçan, Prishtin, 28 mars 99, 21 viktima civile. Podujev, 28 mars 1999, 19 viktima civile. Antar të familjes Duriqi, Bogujevci, Lugaliu dhe antar të familjeve Duriqi, Bogujevci, Lugaliu dhe Gashi. Belek, Deçar, 28, 29 mars 99, të vrarët zhdukur 46 civil. Të vrarët të zhdukur 26 civil. Dumnice e për me 29 mars, 11 prill, 99, 6 viktima civile nga granatimi. Mitrovic, 29 mars, 99, 4 viktima civile. Lashtic, e Gjilani, 30 mars, 22 viktima civile. Disa të djegur të gjallë. Burim, Malishev, 31 mars, 1999, 34 viktima civile. Pastasel, 31 mars, 106 viktima civile. Lubeniq, 1 prill 99, 60 viktima civile. Cers, 1 prill 99, 6 viktima civile. Nga familja Rexha. Gjakov, 2 mars 99, 6 viktima civile. Nëna me 5.000 të moshës mitur. 1998, nga familja Vejsa. Nga Gac, Raovec, 2 prill 99, 31 viktima civile. Sop, 2 prill 99, 35 viktima civile. Karlan, 99, 100 viktima civile. Prishtin, Lagja Arbri, 3 prill 99, 7 viktima civile. Çupeve e përme 4 prill 99, 25 viktima civile. Popov, Podujev, 4 prill 99, shumë viktima civile, të gjithë refugjat të brendshëm. Rezal, 5 prill 99, 21 viktima civile. Kokaj, 5 prill 49, 6 viktima civile. Ata që shkelin mbi gjakun sakrificën e këtij genocidit të tmerrshëm, ata nuk janë jo shqiptar, po ata nuk janë njerëz. Ata janë në nivelin e primitivit, njeriu të primitiv ose të kafshës. Po ju të tillë nuk mund ta paraqisni veten. Këta janë, këto shifra që ja u dhash unë këtu, janë të rezolutës së Parlamentit Kosovës, të cilën ne duhet të adaptonim me njëherë. Të mohosh
genocidin serb në Kosovë, të mohosh vetën si shqiptar, të mohosh ndërgjegjen e kombit tënd dhe do thotë ti je një qenie pa ndërgjegje, as shoqërore, as njerëzore, as kombëtare. Kjo është jashtë çdo lloj koncepti, jashtë çdo lloj. Po çfarë, si mund të tresti, si mund të transformoni gjakun tuaj ju në këtë mënyrë? Po ju keni edhe ju keni në familje tuaj njerëz që kanë luftuar. Keni njerëz që kanë dash dheu, që kanë ra prap dhe. Keni njerëz të cilët jeni mëkuar me virtutet e tyre. A mundet një shqiptar të shkelmojë mbi këtë gjak? Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është Jargati Aleksandar Vučićit. Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është i shërbëtori Aleksandar Vučićit. Po dhe çfarë do etnie që ti përkisti banorët të Shqipërisë, shqiptar, grek, rumun, malazez, çfarë do që t'jeni? Ndaj genocidit duhet të qëndroni. Ky është genocid. Vrasja e civile për vrasja, për shkaqe etnike e civilve është genocid. Po pas se më artu po lexoja. Muaj me vitin e kaluar kam ngritur këtu genocidin serb të Pobregut, të Kuksit. Genocidin serb i Kuksit, a dini ju, është i shtamposur, i dokumentuar në traktatet themelore të genocidit në botë. Dhe çfarë thoshit ju? Një përfaqësues i juaj. Shkruan të aty gafe e Berishës. Flet për genocid në Lum. Si morini kaq? Çfarë u shtyn ju që jeni kaq të pandjeshëm ndaj një çështje më thelbësore në ndërgjegjen e njeriu? Në ndërgjegjen kombëtare, e cila nuk është një ndërgjegje e hershme. Jo, është një ndërgjegje e krijuar në të gjithë popujt, me vonesë, kur lidhen kombet. Po çfarë do thotë kjo? Pse keni ju ku e gjeni forcën ju të shkelmoni mbi gjakun dhe jetën e këtyre njerëzve? Edhe serb po t'ishin, do të votoja, po ta kishin bërë shqiptarët. Edhe Maqedonas po t'ishin, do ta votoja, po ta kishin bërë shqiptarët. Genocidi është krim me shëmtur. Dhe ai është jashtë çdo lloj koncepcioni. Ju bëri bashkautor në krim me Edi Ramën. Ju bëri bashkautor në krim monstruoz. Kur unë ju thash vitin e kaluar për Pobregun, lexoni. Po t'ini shqiptar, lexoni. Në Pobreg 410 burra graf i vranë dhe i dogjën të gjallë. Për civil. Dhe traktatet kryesore të botës, genocidin e Lumës se quaj një nga genocidet e para të luftës parë botërore. Kurse ju shprenin jo sikur jeni shqiptar, po sikur jeni ultranacionalist serb, të verbër. Faleminderit zoti Berisha. I morët edhe minutat e replikës. I morët dhe 2 minutat e replikës, madje dhe përfunduat fjalinë. Ka një propozim procedurial nga kryetari i grupit Partisë Socialiste për ta shtypur në fund votimin e hapur për këtë pikë. Kush është dakord me propozimin? Kush është dakord me propozimin të votohet në fund? Kush është kundër? Kush është kundër? Abstenim? Atëherë pranohet propozimi, votimi do të zhvillohet në fund. Për procedurë, zoti Bardhi, kryetari i grupit Partisë Demokratike. Si kryetar grupi, më pas zoti Mediu dhe ka kërkuar fjalën dhe më parë. Është e disata herë që do duhet të kujtojmë rregulloren. Sa herë ka një propozim, kanë të drejtë
pala tjetër t'jap mendimin e vetë mbi propozimin. Ju merrni propozimin, e konsideroni sikur është urdhër ndaj kryetarit kuvendit, e hidhni në votim pa dëgjuar nëse ky propozim është apo jo në përputhje me rregulloren. E para, nuk kemi nevojë të lexojmë letra bakalli që na vinë nga Tauland Balla. Kemi lexuar mjaftueshëm përgjimet SKY-CC-s dhe na mjaftojnë ata për të kuptuar cilësinë e letrave që dëshiron të na serviri Tauland Balla. E dyta, rregulloria të detyron një procedurë të caktuar, pasi flitet 10 minuta pro dhe 10 minuta kundër mocionit, kalohet në votim për mocionin. Ai mund ngrihet siç u ngrit herës herës, thotë s'ka debat, do votojmë. Sot mund thotë s'do votojmë fare. Nesër mund ngrihet dhe thotë mbyllim parlamentin. Po kjo nuk do të thotë që kuvendi të kthehet në listë dëshirash të Tauland Ballës. Ju a thash edhe dje në konferencë kryetarësh, ose luani rolin e kryetarit kuvendit, ose lëshoni karrigen, jepjani zotris t'i ketë edhe funksionin e kryetarit grupit, edhe ato të kryetarit kuvendit, sepse ju nuk mund t'a çoni autoritetin tuaj si numri 2 i shtetit në këmbët e Tauland Ballës. Faleminderit. Shumë faleminderit për sugjerimin. Kërkesa propozimi bazohet në nenin 49.1 rregullores, nuk po hiqet nga rendi i ditës, nuk po hiqet nga votimi, do të votohet në fund. Asnjë gjë më shumë se kaq. Zoti Fatmir Mediu ka kërkuar fjalën procedurë. Ju lutem përmbajmë procedurës, dhe meqense jemi te kjo pikë, unë nuk dua të flas më për këtë çështje sepse s'kam drejt të marr mikrofonin më shumë se sa deputetët e tjerë. Do t'ju lutesh aq të respektojmë procedurën kur e marrim fjalën procedurë, sepse dua të respektohet natyrisht, jo unë, por rregulloria e kërkon edhe ligji e drejta e gjithë deputetëve për të folur. Më vjen keq që ka deputet të cilët nuk kanë kontribuar për prishjen e seancave, por nga ana tjetër nuk kanë marrë dot hapësirën e tyre për të folur, pavarësisht se cilit krau i përkasin. Kështu që do t'ju lutesh atë mos e dëmtojmë dhe mos e prishim seancën, duke u kapur mbas një neni i cili është shumë i qartë. Procedura është vetëm një hapësirë 3 minutëshe për të propozuar ndryshime në rendin e ditës në procesin e votimit apo shtyrjen e seancës dhe kaq. Zoti Mediu, ndjes. Të nderuar kolegë deputet, ka një shprehje që kush harron historinë është i detyruar ta përsërisë atë. Për fatin e keq apo të mirë, një pjesë e juaja nuk e ka njohur atë kohë, atë histori dhe atë marrëdhënie. Dhe kur duart trokisni nuk dini se çfarë duart trokisni. Për më tepër kur në këtë sallë në vend që të bashkohemi, ndajemi për një gjë që ka të bëjë me interesin ton kombëtar. Në qoftë se doni ta dini, një kom, një qëndrim është qëndrimi i kësaj mazhorance. Kërkesa e zotit Berisha e kësaj djathe për të njohur pavarësinë e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Bashkëpunimi me çdo qeveri të Kosovës pavarësisht të majt apo të djathtë me këdo lider të Kosovës. Po le të vijmë tek çështja. Ky kuvend jo vetëm duhet flasë për genocidin, por duhet shtoj në këtë rezolut për genocidin edhe lirimin e menjëhershëm të liderëve të UÇK-s, sepse janë pjesë e historisë që po përpiqet shtrembrohet pikërisht për t'i kthyer viktimat në kriminal dhe kriminalet në viktima. Unë kam pasur nderin që i kam njohur personalisht Hashim Thaçin, Jakub Krasniqin, Kadri Veselin, edhe po ashtu Recep Selimin. I kam njohur dhe jam krenar dhe më bën nder. Zoti Mediu, fjala nuk është procedurë. Ju lutem ktheuni te procedura, për ndryshe do t'ja jap fjalën. Edhe një për procedurë kam. Deputeti tjetër që ka kërkuar fjalën procedurë, nuk është procedurë. Se procedurë më të rëndësishme për këtë kuvend, zoti kryetar, se që në momentin e parë të jemi të gjithë së bashku në një qëndrim për genocidin serb dhe për lirimin e drejtuesve të UÇK-s nuk mund të ketë ky parlament më të rëndësishme. Por më lejoni ta them edhe një herë, ne duhet ta marrim këtë qëndrim sot. Jo në fund, por tani, se nuk mund na ndaj asnjë gjë
asnjë qëndrim politik në raport me këtë çështje. Po le të kuptojmë edhe realitetin që jetojmë. Ne nuk mund të jemi në krah të UÇK-s dhe udhëheqësve të saj dhe në krah tjetër partner me Vučićin. Sot Shqipëria dhe shqiptarët, kombi shqiptar kanë dy kundërshtar. Ai është Vučići dhe regjimi i tij, Putini dhe regjimi i tij. Prandaj këtu të jemi të ndarë dhe të qartë në qëndrimin që marrim. Dhe për sa i përket pyetjes se ku do jemi ne, jo si deputet, jo si politikan, por si qytetar do jem kudo, jo për tribun për të marrë kredo, po kudo ku flitet për Kosovën, kudo ku flitet për lirinë e liderëve të Kosovës, Hashim Thaçi, Recep Selimi, Kadri Veseli edhe Jakub Kresniqi. Absolutisht nuk të pyes ty Tauland Balla, do jem ku është Kosova, do të jem dhe nuk marr leje, as nga ty, as nuk kërkoj që të më ftosh ti në çështje që kanë bëjë me Kosovën. As e ke ditur, as e di ku është Kosova. Zoti Balla për replik. Se e kam ruajtur, po s'po e mbaj dot më. Për replik ose përmend emrin. Me qenë se ju bëra një kronologji të gjithë shka keni bërë për ta dëmtuar Kosovën, vetëm 28 ditë pas shpalljes pavarësisë Kosovës, hodhët në Ergërdecin, të dy bashkë. Faleminderit. Zoti Klevis Balliu për procedurë. Zoti kryetar, procedura jepet me njëherë sepse lidhet me atë që po ndodhte. Nenin 50 që keni vënë këtu dhe keni ndryshuar rregulloren bashkë me këtë partnerin e Suel Qelës, është që tregon nëse zotëria në fjalë del dhe i referohet një deputeti dhe i shtrëmbon fjalët, jepet fjala për replik. Tani të lutem shumë, më shtoni fjalën për replik që ti replikoj antarit bandës Suel Qelës. Zotëria në fjalë vjen dhe na flet tu që pse nuk duhet flasim për krimin. Normal që s'flasim dot për krimin se del emri i këtij te krimi. Dhe kërkon ky zotëri që ka qenë pjesë e qeverisë që sankcionoi e para Kosovën të na flasi këtu për Kosovën. Ky e ka sankcionuar bashkë me shefin e vet dhe shefin tuaj dhe shefin kësaj ane. Kur ndaloj takimin, jo e kam fjalën për replik, ta përmenda procedurën që më jep drejtën e replikës zotëri. Po, merr dot fjalën vet. Po, e kam fjalën për replik. Për të cilën e regjistruar këtu për procedurë. Nenin do më hapësh replikën apo jo? Më thuaj nuk e njoh rregulloren dhe nuk merrem. E heq fjalën. Po mblet i kthej replikën zotërisë. E ke marr fjalën për procedurë. Po dhe ju kërkova minutat shtesë për replikën. O zotëri, ju kërkova minutat shtesë për replikën. Tani, zotëria në fjalë nuk mund të vi këtu kur është pjesë e kabinetit që ka sankcionuar për herë të parë Kosovën. Zyra e kryeministrit të Shqipërisë e Sali Berishës ishte zyra ku presidenti i Shteteve të Bashkuara erdhi dhe nxorri Kosovën pavarur. Ndërkohë që këta dhe kjo parti organizonte protesta kundër ndërhyrjes NATO-s në Serbinë në 98-ën. Këta e kanë bërë. Deri në aeroport. Zoti Luan Baçi, replik kush? Kush e kërkon për replik? Nuk mund të ketë replik mi replik, zoti Mediu. Jeni më me eksperiencë unë. Zoti Luan Baçi për procedurë. Po, faleminderit kryetar, kolegë deputet, e kërkova fjalën për procedurë me shpresën që ju, zoti kryetar, nuk do më paragjykoni dhe do mirëkuptoni se është për procedurë. Propozoj të futet në rendin e ditës dhe jam direkt për procedurë, besoj, kjo që do parashtroj pak më poshtë. Kam një shqetësim që ka të bëj me jetën e shumë qytetarëve në qarkun e Fierit. Besoj se të gjithë jeni ndjeni të protestës së vazhdueshme të qindra naftarëve të kompanisë Bankers Petroleum. Protestë që nga dje ka kaluar në një mas ekstreme. Kanë hyrë në grevë të urisë 10 punonjës specialistë të kësaj kompanie. Besoj se të gjithë e kuptojnë që kjo mas ekstreme, vetë mohuese e tyre, erdhi si rezultat i mos zgjidhjes së problemeve dhe kërkesave të tyre të likshme, të mohuara padrejtësisht nga kjo kompani që ka vite që operon në vendin tonë, pikërisht në Marinës në Fier. Çfarë kërkojnë naftëtarët që punojnë në këtë kompani? Po ju përmend vetëm një kërkesë të tyre, krahas disa kërkesave të tjera që të kuptoni paradoksin.
Këta kërkojnë të quhen naftëtar. Po, të quhen naftëtar për arsye se kjo kompani nuk ju a njeh statusin e naftarit. Statusin e naftarit që është dhënë nga ky parlament në 2013-2017 dhe me iniciativë të deputetit të opozitës të atëhershme, deputetit përfaqësim dinjitoz të naftëtarëve, zotit Omer Mamo. Dhe paradoksi është se këtë status të naftëtarit, kompania Alpetrol, që është kompani shtetërore dhe ka qindra patronazhistë të punësuar që bëjnë qejf në kompani dhe nuk bëjnë asnjë punë, e kanë statusin e naftarit, ndërsa kompania e bankersave nuk ju a jep. Në një kohë që punonjësit dhe specialistët e kësaj kompanie punojnë në gryk të pusit si askush tjetër. Bankersat i duan të gjitha për vete. Kanë vite që glabrojnë pasurinë më të madhe të vendit, marrin fitime maramënse dhe nuk paguajnë asgjë. Deri aty sa s'paguajnë asnjë lek tatim fitimi. Dhe ja dalin ban duke ditur që, të lutem ta mbaroj, duke ditur që një kompani apo një firmë duke shpall falimentin në qoftë se 3 vite do të jetë pa bilanc fitimi. Por këta e kanë gjetur zgjidhjen. E kanë gjetur zgjidhjen me emrat. Njëherë quhen kanadez, njëherë quhen anglez, pastaj kinez dhe nuk e di se çfarë emra do të vënë në vazhdimsi. Dhe ari zi ikën dhe derdhet në xhepat e të panjohurve dhe të njohurve. Të mbaroj fjalinë. Dhe askush nuk reagon. Sot duhet flasim të gjithë. Kemi jetë njerëzish që rrezikojnë dhe janë në grevurie, po sakrifikohen. Nuk janë as socialist, as demokrat. Janë qytetarë të këtij vendi që me punën e tyre paguajnë edhe për ne këtu në parlament. Unë kam shumë të njohur aty dhe jam shumë i sigurt, sipas informacioneve që kanë, janë të vendosur për të qëndruar në grevën e urisë deri në zgjidhjen e këtyre problemeve. Kërkoj që kjo çështje të futet në rendin e ditës, kërkoj kjo çështje të bëhet një problem për zgjidhje nga ky parlament, nga kjo qeveri dhe ky kryeministër. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Baçi, kërkesa për ndryshim të rendit të ditës duhet i referohet nenit 31, duhet bërë me shkrim nga kryetari i grupit ose nga 10 deputet. Ndërkohë, kemi pikën e fundit të rendit të ditës për çështje ndryshme ku mund të diskutohet, po kjo është në zgjedhjen tuaj. Po ju lutem, nëse keni një propozim, duhet i përmbajeni rregullores. Jo, nuk e keni ju, e ka zonja Erisa Xhixho për procedurë. Nderuar kryetar, nderuar koleg, kemi depozituar si grup parlamentar i Partisë Lirisë një projekt ligj për shtim të nenit në ligjin për tatimin për vlerën e shtuar të Republikës së Shqipërisë. Mendoj që ky parlament do duhet flasin rreth parë për qytetarët. I nderuar kryetar, kostoja e jetesës është shqetësimi më i madh i qytetarëve shqiptar. Ndaj ne kemi propozuar që nga 20% që është sot të vëshoja e shportës të shkojë në 5%. Kjo sepse sot familjet shqiptare harxojnë 40% të buxhetit të tyre familjar për ushqime. Dhe po flas për bukë, për qumësht, për vaj, për vezë, për djath, për gjërat bazike të një familje shqiptare. Sot që flasim, çmimet në Tiranë dhe në Shqipëri, procedura kërkoj, duke argumentuar, kërkoj së pari që të futet në procedurë të përshpejtuar. Kemi diskutuar procedura ligje, procedurë të përshpejtuar, masivisht ligje, edhe ligje për studentët, edhe ligje nga më të ndryshmet. Mendoj që ky ligj dhe ky parlament sot duhet diskutoj për koston e lartë të jetesës, që çmimet në Shqipëri janë 50% më të larta se në Bashkimin Evropian, që paga minimale në Shqipëri është 400.000 lekë të vjetra, që pensioni mesatar është 170.000 lekë të vjetra. Çfarë do të blej një pensionist me atë pension mjeran? Dhe nuk po flas për një politik luksi, po flas për një politik sociale e cila ndikon drejt për drejt në familjet. Faleminderit zonja Xhixho. Kërkesa për
shqyrtime procedurë për shpejtuar bëhet nga Këshilli i Ministrave ose nga 1/5 e deputetëve. Ju lutem ndiqni procedurën dhe patjetër ta shqyrtojmë. Fjalën për procedurë ka kërkuar edhe Besat Xhaferi, zoti Besat Xhaferi, fjala për ju. Për procedurë ju lutem. Zoti kryetar, e kuptoj normalisht dëshirën tuaj që të fokusohemi te procedura dhe vetëm procedura, po ju lutem 1 minutë kohë kërkoj, sepse kjo është diçka dhe personale për vetë familjen time. Për atë që pash shohun nga kryetari i grupit parlamentar të partisë tënde. Flet për Kosovën, sikur ai e ka çliruar Kosovën. E vetmja gjë që ka çliruar ai, ka çliruar theset e votave të DHL-s, të cilat i paketoi dhe i solli siç i deshi. Unë jam krenar mbi të gjitha që jam dhëndër i Kosovës. Djali dhe vajza ime janë bi dhe bia të Kosovës. Por në të njëjtën kohë dhe preardhjen familjare e kam nga themelues të lëvizjes së ballit kombëtar, të cilën kinostudioja juaj e bëri qesharake, por t'u ja garantoj që në Kosovë dhe Maqedoni janë herojnë më të mëdhenj të trevave. Kur Midat Frashëri, Ali Këlcyra, Abaz Ermenji luftonin për bashkimin e trevave, ky paraardhësi juaj është dhe si Peaky Blinder këtu me kapelen mes, ishte i deleguar nga Dušan Mongosha dhe Miladin Popovici të shkatronte marrëveshjen e Mukjes. Kjo është origjina juaj, kur flasim që në gjenes. Kur bashortja ime 7 vjeç përziheshe nga çetnikët dhe paramilitarët serb, ky person i jepte Chelsea-n Goran Bregovicit, që inspironte çetnikët serb për të vrarë dhe prerë shqiptarë dhe gjithë ato masakra që përmendi Sali Berisha. Ja, ky zotria. Dhe kur përmendet marrëveshje me Rusin, a çfarë do lloj pallavre që mund të thotë, shikoni sa i qeshur është ky zotria me Lavrovin në krah. Kështu që për Kosovë dhe për bashkim kombëtar, të jeni të sigurt që jeni pasardhës të asaj partije që e ka copëzuar dhe jo genocid nuk do njohë dhe rezolut, dhe e çoni në fund si diçka të rendit më të parëndësishëm, por do punoj për ditë për ta bërë Shqipërinë sa më të vogël. Dhe a ka mundësi asnjë gek mos tjetë më në trojet e toskëve që Enver Hoxha donte të bënte. Faleminderit, respektova emocionet tuaja, por jo të tekaloni hapësirën dhe të fusni përçarje krajnore dhe mes shqiptarëve. Kështu që ju lutem kontrolloni gjuhën edhe mos rëshkisni në gjuhë urrejtje. Shumë faleminderit. Për procedurë, Zoti Shehu, Zoti Tritan Shehu, për procedurë. Faleminderit, Zoti Kryetar, kolegë. Padyshim jemi përpara një momenti tepër të rëndësishëm, historik. Historia do na lavdroj apo historia do na thot turp për ato vendime që ka marrë ky parlament, kjo maxhorancë. Unë do të them diçka. Vendime të tilla kaq të rëndësishme nuk mund kalohen me një vendim të kryesisë parlamentit, ku fatkeqësisht shumica dominon duke mbajtur ato qëndrime absolutisht në kundërshtim me interesat kombëtare. Prandaj unë kërkoj, Zoti Kryetar, dhe do të argumentoj pse zgjerim të diskutimit. Kërkoj mbledhjen urgjente të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit për të shprehur për të mendimet e tija në lidhje me rezolutën për dënuar genocidin serb në Kosovë dhe implikimet që duhet të ketë qeveria shqiptare për të ndërkombëtarizuar atë rezolut. Sepse qeveria e Kosovës nuk mund ta bëjë, se Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara. Unë kërkoj që në mënyrë urgjente, të menjëhershme, përpara se të votohet, Komisioni i Jashtëm të japë mendim. Është një drejtë normale. Komisioni i Jashtëm është komisioni i cili duhet të shprehet, nuk mund të fshihet, nuk mund të rrihet ulur me sy poshtë tashmë këtu në të sallë, kur neve dhe kur këtu diskutohen element kaq të rëndësishëm të interesave kombëtare. Kur pas pak ditësh ju thoni do bëhet një protestë për ata që janë të burgosur në Hag, padrejtisht janë burgosur, ja u them unë ju.
Pse janë burgosur se akuzohen për genocid kundër Serbisë. Kurse ne themi të vërtetën, kërkojmë të akuzojmë Serbinë për genocid kundër shqiptarëve dhe ju e mohoni. Dhe pastaj thoni dini protest, shkonin protest, si mund të bashkohen të dy gjëra bashkë, ku ju nuk pranoni genocidin sërb në Kosovë, kërkoni pasaj të shfaqsoni liderët e UÇK-s nga akuza monstruoze që kanë mbi Kuriz për genocid shqiptar mbi Serbinë. Ky është thelbi, ky është çelësi. Prandaj jemi në moment shumë të rëndësishëm, në moment krucial, në moment historik ndoshta, përpanesh për turpin apo për nderin të parlamentit. Prandaj kërkoj edhe një herë përsëris, shumë sot, përpara se të votohet, nuk mund të kaloj kjo çështje kaq lehtë. E keni marrë shumë thjesht, se doni të mbuloni rëndësinë dhe tragjikitetin e vendimit që po merrni ju zotërinj të maggjorancës. Kërkoj të mblidhet komisioni i jashtëm, ta diskutojmë në frymën tonë, të votojë gjithsekush. Dhe kërkoj të diçka tjetër. Për këtë rezolutë të votohet në nominale. Kërkohet të votohet në nominale emër për emër të deputetit që të duket qartësisht kush mbështet interesat kombëtare, kush dënon genocidin sërb në Kosovë dhe kush ka frikë ta bëjë të punë apo nuk do ta bëjë për interesa tjera dhe për të fshehur genocidin sërb në Kosovë. Faleminderit. Faleminderit. Për procedurë ka kërkuar fjalën zoti Ardit Bido. Zoti Bido. Faleminderit i nderuar kryetar, të nderuar koleg, po vijojmë që të dëgjojmë që duke përdorur procedurën, po zëvendësohet debati parlamentar dhe kjo është e papranueshme në bazë të rregullores. Po mbi të gjitha, po dëgjojmë në seancën e sotshme që liderët e UÇK-s të cilët janë në një proces gjyqësor i cili është i padrejtë, qenë kanë të akuzuar për genocid ndaj Serbisë. Pra po dëgjojmë një akuzë të re, të cilën nuk e kanë bërë as serbët vetë, të dëgjojnë në këtë parlament dhe kjo është e papranueshme. Zoti Bido, po dëgjojmë në këtë seancë, zoti kryetar, jam duke folur në 3 minutë në procedurës, ju lutem, më lejoni të përfundoj procedurën, jam duke zbatuar rregulloren e kuvendit dhe duke dalë në një propozim konkret. Jemi duke dëgjuar në këtë seancë, po ashtu, diçka e cila është skandaloze, ndarje në Tosk dhe Geg. Nuk është për procedurë, zoti Bido. Fjalën e ka zoti Strazimiri procedurë. Zoti Strazimiri. Zoti kryetar, se çfarë është për procedurë dhe se çfarë s'është për procedurë, ato nuk caktoni ju. Është për procedurë. E cakton rregulloria dhe kryetari i kuvendit interpreton rregulloren. Për mbajtjen e fjalës që kam nuk e cakton dot ti. Kur më thua do ta çojmë për në fund të seancës, nga eksperienca që kemi dhe ju bini dakord që kjo është për procedurë, nga eksperienca që kemi, seanca ka zgjat 3 fishën asaj që ka zgjat 2 herë të fundit. Dhe për këtë, domethënë ju inkurajoj të vazhdoni se nuk është aq e vështirë. U bën 1 orë 21 minuta tash që jeni në seancë, nuk ishte aq e vështirë. Zakonisht e keni bërë 21 minuta, 22 minuta seancën dhe keni ndërprer në shkelje të rregullores. Ajo që kërkojmë është thjesht të respektoni rregulloren. Kur ka një propozim këtej, ka një kundër propozim këtej dhe ju këtë duhet ta bëni. Ju nuk keni aty shkopin magjik, nuk keni as diktatori këtij parlamenti, mbasi janë caktuar 10 orë diskutime deputetësh në byron e kuvendit, ju thoni mbyllet sot nuk ka për të folë njëri. Nuk e keni këtë kompetencë. E para. E dyta, ndalni këto paçavure që dalin flasim këtu, ne jemi këtu tash po rrejnë tash sy për sy. Sa herë marrin fjalën, unë flasim për procedurë, flasim për paçavure. E ty vi turp. Ndalni se është detyra jote. Dhe me qira Allahi, me që përmendi njëri prej këtyre mitingun e një qendrim të 5 marsit. Një gjë që nuk e dini. Ai mitingu i 5 marsit ka qenë duke dështu për një arsye, megjithëse ishte shprehje e Sali Berishës, një qendrim, dëshirë e Sali Berishës, kërkesë e opozitës që të bëhet një miting barkombëtar, ashtu siç u bë. Vetëm që të mos fliste Sali Berisha. Cila është procedura? Ja po ta them unë, procedura është kjo që po të them tash ti. Cila thuaj? Është kjo që po të them, deri tash ta thash procedurën. Ka thënë asgjë për procedurën. Do ta them, po, është vetëm procedurë dhe mos më ha minutat. Asgjë për rregulloren. Mos më ha minutat. Për rendin e ditës. Ai miting ka qenë duke u anulluar brenda ditës, sepse pandi Majko se kemi këtu në këtë sallë, thoshte nuk duhet flasi Sali Berisha aty ku i thot protokolli shepu do flasin në fund. Kam shku unë atë ditë, kryetari i Forumit Rinor, antari i Kryesisë Partisë Demokratike me urgjencë, ke Partia Socialiste, ka dalë në kaprit Musa Ulqini, kam shku me ta ku shokun pandi atje,
Dhe i kam thënë vetëm një fjali nga Sali Berisha. Mos prishti mitingun, Sali Berisha nuk do me fol. Nuk bëhet fjalë fare për radhën se kur do flasim. Ma kërkonte me shkrim. I thash Pandi, nëse doni me prish mitingun dhe doni me gjetë një sebeb, kjo është fjalë zyrtare e Partisë Demokratike. Për pak gjë, për kaq gjë ka qenë duke u prishë ai miting, kaq ka qenë interesi juaj për Kosovën atëherë. Okej, faleminderit. Fjalën e ka zoti Flamur Noka. Për procedurë, zoti Noka. Po. Për procedurë. Tani, që cila është qasja e Partisë Demokratike dhe aleatëve saj për Kosovën dhe çështjen shqiptare dhe cila është qasja e narkosit për çështjen e Kosovës, tashmë është botërisht e ditur. Askush deri më sot nuk ka guxuar nga qeveria shqiptare po flas, ta vendosë nën sanksione qeverinë e Kosovës përveç se narkosi. Askush shqiptar dhe ndërkombëtar. Të lutem, le ta mbaroj. Askush shqiptar dhe ndërkombëtar nuk e ka quajtur veriun e Kosovës tokë të askujt të asgjikundit përveç se kreu të narkos. Askush nuk i ka futur tika pas shpinë e Kosovës, sa herë që ajo ka pas nevojë për vllaun e madh Shqipërinë, sa që ka futur kreu i narkos dhe qeveria ju po bëni diskutim për pikën, nuk lejohet diskutimi, nuk ka debat për këtë pikë. Të ketë të ndërtojë marrëdhënie qoftë edhe bilateral. Fjalën e ka zonja Eriona Ismaili për procedurë. Faleminderit. Ja hoqa, nuk ja dash, ja hoqa. Unë të doja që këto seanca të fillojnë të respektojnë procedurën sikur se ju thatë, dhe sikur se kemi kaq seanca që dëgjojmë që nuk respektohet procedura, por gjithçka ka bërë opozita ka qenë pikërisht kjo, nuk ka respektuar procedurën. Ky institucion funksionon në bazë të ligjit rregulloris, por kemi edhe një kod i sjelljes së deputetit, ku unë dua të kujtoj të gjithë kolegët e opozitës se në nenin 11, faqja 12 tek mirësjellja e deputetit, në pikën 1 thuhet se gjatë zhvillimit të seancave plenare, mbledhjeve të organeve të kuvendit e komisioneve parlamentare, si dhe në veprimtaritë e tjera parlamentare, deputeti i drejtohet të tretëve me mirësjellje i nderuar. Ne këtë gjë nuk e bëjmë as me njëri tjetrin. Ne këtu kemi dëgjuar fjalë denigruse, ofenduese dhe vetëm mirësjellje nuk ka patur. Tek pika 2, kur deputeti i ri mban fjalimin e parë në foltorin e kuvendit, ai përshëndetet nga drejtuesit e seancës, respektohet nga të gjithë deputetët pjesëmarrës në sallë, pavarësisht grupimit politik që i përket, nuk është respektuar gjithashtu. Në momentin më të parë që secili deputet i mazhorancës çohet dhe flet, fjalë sikurse po ndodhet edhe tani, nuk duhet që të lejohen nga ana juaj, duke respektuar gjithë kompetencat që pozicioni ju jep. Në pikën 3, deputeti që bën diskutim deklarat në seancë plenare ose në mbledhje të komisionit dhe në fjalimin e tij adresohet një kolegu ose një antari të Këshillit të Ministrave në respekt të fjalës së mbajtur, qëndron në seancë mbledhje për të dëgjuar të paktën deri në 2 ndërhyrje të tjera me kolegët, që është shkelur me të dyja këmbët, qoftë edhe në seancën më të rëndësishme që do ishte ajo që edhe sot u përfol më së shumti diskutimi i programit qeverisës së kësaj qeverie, kështu që t'i lëmë njanë viktimizimet, t'i lëmë njanë edhe këto argumentet boshe, të respektojmë ligjin, rregulloren edhe kodin e sjelljes minimalisht. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar zonja Zegjinet Çaushi. Ua, sa të respektuar, u çudita tani. I nderuar kryetar, kjo sjellje që po ndodh këtu në këtë institucion kaq të lartë nuk duhet të tolerohet nga ana juaj. Dhe të dy këta parafolësi që sapo folët duhet të kërkojnë falje. Ç'është kjo paçaure? Nga e keni dëgjuar këtë fjalë? Ç'është kjo? Ç'janë këto fjalë dhe këto ofendime që përdor zoti Noka? Ua, jeni në institucionin këtu që të kanë votuar ata qytetarët, nuk je në këtë fjalorin e rrugëve që ti përdor. Kujtohu ku je sot këtu. Faleminderit. Shumë faleminderit. Atëre ju njoftoj se në konferencën e kryetarëve në datën 8 tetor 2025 shqyrtoi kërkesën e një grupi deputetësh të grupit parlamentar Partisë Demokratike për zhvillim të mocionit me debat dhe ngritjen e një komisioni të posaçëm të Kuvendit të Shqipërisë në lidhje me gjetjet e OLAF për fondet nga programi i PART. Në konferencën e kryetarëve nuk u arrit
mirë kuptimi për shqyrtimin e kërkesës në bazë të nenit 98, pika 2 të rregullores kuvendit, i kërkoj kuvendit të vendos me votim të hapur për zhvillimin e mocionit për debat, pasi të dëgjojmë një folës pro dhe një kundër për jo më shumë se 10 minuta. Sa për sqarim, nuk ka replik mbi replik, replikën tuaj e bëra unë. Po nuk ka replik mbi replik. Kush e do fjalën për mendimin kundër? Zoti Balla, keni fjalën. Thojani njëri që nuk ka replik me kryetarin e kuvendit, se s'ka replik me kryetarin e kuvendit, se ndoshta nuk e di. Tani, sa i përket kërkesës së radhës për mocion me debat, kjo ishte qershia mbitor të kulmit të formulimit të një kërkese që të kesh gjithë dëshirën në botë, ta pranosh se pranon dot se vetë kërkesa e ka futur kërkesën në pamundësi për ta miratuar. Kërkesë thot, ne 24 i rregullores, se do shkojmë tek ne 24 i rregullores, thot komisionet e posaçme. Tani për ta mësuar se kjo që replik me kryetarin e kuvendit 34 vjet nuk e kishim dëgjuar, po do dëgjojmë e do mësojmë. Tani komisionet e posaçme miratohen me vendim. Në fund të kësaj seance kemi 4 vendime të tilla për të miratuar, nuk ka debat. Tani thot, bazuar në këtë nenin që s'bëjmë dot debat, kërkojmë një debat. Bazuar thot nenin 24, nenin 98, tash shkojmë ke nenin 98 i rregullore se duan debat për atë gjën që rregullore thot s'ka debat. Tani shkojmë ke 98-a për mocionet. Një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 7 deputet paraqesin mocion me qëllim zhvillimin debati në kuvend për një çështje të veçantë. Edhe e kanë shoqëruar edhe me i kërkesë për rezolut, madje edhe i kërkesë për krijimin e një komisioni të posaçëm. Tani, ju lutem, ua kemi thënë edhe në konferencë kryetare. Mos u vetë persekutoni. Kjo që po bëni, keni 35 ditë që nga dita e parë që kemi shkelur këtu, keni filluar një strategji vetë persekutimi që këta nes ta miratojnë as i kërkesë, po bjerni kërkesat si duhet. Bjerni kërkesat si duhet. Keni kërkuar konkluzioni i kësaj kërkese është një komision i posaçëm. Sot miratohet në kuvendin e Shqipërisë një nën komision i përhershëm, jo i posaçëm, jo 6 muaj, jo një vit, 4 vjet për këtë çështje që keni kërkuar ju. Bini me emrat e antarëve, filloj punë që nesër në Komisionin e Bujqësisë, nën komisioni i cili do merret cent për cent me gjitha fondet që lidhen me financimin bujqësi. Shkoni aty. Keni kërkuar gjëra që nuk ka mundësi t'u miratojmë. Kaq për këtë pjesë, sepse minutat në sallë vlen shumë, edhe dua ta ndërlidh me 2 çështjet që diskutuam. I dëgjova syresh, por asnjëri prej jush nuk reflektoi nga dje sot. Dua nga kjo foltore, jo si politikan, as si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste kurse si, por besoj se shpreh atë që mbahet sherozi në zemrën e atyre që mbi partinë vënë Shqipërinë. Vëreni Shqipërinë mbi partinë. Dilni nga urdhri dhe hajdeni nesër në protestën mbarkombëtare. Nuk jemi ne organizator, as ju këtej, as ande, janë organizatat e veteranëve të UÇK-s. Popull shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, në Preshev, në Maqedoni, në Malzi, në Çamri, kudo që janë shqiptar në diasporë, është në nderin e secilit prej nesh. T'jemi nesër për krah veteranëve të UÇK-s. Jo në krye, po mes popullit që proteston për diçka që është në nderin e këtij kombi. Përpjekja për ta bërë pisë idealin e UÇK-s. Përpjekja për të ndryshuar historinë me vendime gjykatash duhet marrë nesër nga Tirana, kryeqyteti i kombit, një përgjigje nga të gjitha palët.
U tha këtu dhe u përmend 5 marsi. Po, ka ndodhur 5 marsi, edhe në 5 mars ka pasur debate tilla, por në fund u bashkuam një komë qendrim. Nesër është 5 mars. Në 5 mars u bashkuam sepse makineria serbe shfarosi dhe vrau familjen Jashaj. Sot makineria serbe ja ka arritur qëllimit që përmes edhe ndoj bashkëpunëtori, edhe përmes mbështetjes së Serbisë, të bëj pis luftën OÇK-s. Dhe nëse do t'i hidhnim syt që nga çlirimi i Kosovës e deri më sot dhe të pyesnim veten si përfaqësues popullit shqiptar, edhe këtu në kuvendin e Shqipërisë, edhe atje në kuvendin e Kosovës, historia do na kritikonte të gjithëve. Sepse kemi të paktën për këtë duhet bim dakord, kemi treguar çkujdesje për ta mbrojtur shkëlqimin e merituar të fitores dhe pastërtinë e luftës shërimtare të Kosovës. Kur ne i gëzoheshim fitores dhe shpalljes pavarësisë me drejt të tjerit, humbësit asaj lufte dhe aleatët e tyre u kujdesën mjeshtrisht që ta njollosnin tinës luftën e ndritshme shërimtare. Qëndresa paqësore, betejë e drejtë për liri dhe demokraci e popullit shqiptar të Kosovës, përfshirë këtu dhe valët biblike, njerëzore që iknin nga kasapana, e vunë në lëvizje botën demokratike me një reagim të vendosur. Reagim i cili erdhi pas operacionesh barbare ushtarake, spatrimesh etnike, që sollën si rezultat zhvendosjen e qindra mijëra civilëve, gjysmë milioni vetëm këtu në Shqipëri erdhën nga Kosova. Masakrat dhe spastrimet e pamëshirshme etnike në Kosovë janë një monument merri dhe një monument errësire. Janë 12.000 bija të cilëve u grabit jeta, janë 20.000 gra dhe vajza që u përdhunuan dhe ende sot vuajnë tmerret, janë 1.600 persona të vdekur e të pakallur, për të cilët në gjuhën e tmerrshme burokratike i thot rezultojnë të zhdukur. Dhe ende sot gjallët kërkojnë në përterr të dashurit e tyre. Dhe monumenti i errësirës nuk mbaron me kaq, sepse sot komandantët e OÇK-s mbahen të arrestuar. Mos bërtisni, pse bërtet e këpjesni? Sa fillojnë me komandantët i bërtet? Qa keti të shpon a i ty? Mos e shpon, mos e shpon. Lëre mos e po flas për komandantët. Pse e shpon? Po flas për Hashim Thaçin, o Sali, pse e shpon flamurin? Po flas për Hashimin, o Sali. Lëre flamurin. Sa e shpon, sa flas për Hashimin, shpon flamurin. Ne shqiptarët jemi gjithmonë mirënjohës komunitetin ndërkombëtar dhe në mënyrë të veçantë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët morën përgjegjësinë dhe na erdhën në ndihmë. Ndërhyrja e parë dhe e vetme deri më sot në Europë, ushtarake e NATO-s në tokën europiane. E njohëm, e mbështetëm luftën shërimtare të Kosovës që solli si rezultat pavarësinë e Kosovës. Kjo po ishte drejtësia që duhej vënë në vend. Lufta e Putinit në Ukrainë tregoi që ishte e njëjta strategji. Mbani mend që filluan të flasin përsëri për trafik organesh. Dhe duhet ta kishim mbrojtur. Edhe sot, duhet ta mbrojmë gjithë së bashku e nesër duhet jemi prapë gjithë së bashku për të mbrojtur legjitimitetin e Kosovës. Lëreni partinë, po hajde të bashkohemi për Shqipërinë, hajde të bashkohemi për atë tonë. Nga ana tjetër nuk merrem me persona që kanë procese që kanë vrarë shqiptar. Çdo proces duhet mbarojë dikur, e me qëllim që popujt gjejnë forcën e të pajtohen së bashku, duke shëruar plagët e shkurës. Ne Kuvendi i Shqipërisë kemi kërkuar zyrtarisht Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ta rishikojë rezolutën 1782 të vitit 2011 dhe delegacioni jon në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës duhet bëjë gjithçka është e mundur të bashkuar PS, PD e kushdo tjetër që ta çbëjmë atë rezolutë, mbi bazën e së cilës është ngritur gjithë kjo shpifje e madhe kundër një lufte për liri. E ku në botë pas ka luftë për liri që nuk qeka e ndershme, luftosh për liri nuk qeka e ndershme, guximi për të vrarë për liri i dashur është po aq i rëndësishëm sa guximi sot për të përballur në paqe edhe me kundërshtarin, që ti se kupton dot, edhe për të mbrojtur ëndrrën e të rënëve për liri. Duke mos harruar fitoren që këtë fitore e kemi arritur me perëndimin krah
dhe duhet mbyllet e sankcionohet në aleancë me Bashkimin Evropian edhe me NATO. Kjo vlen më shumë për vëllezërit tanë në Kosovë, të cilët duhet të mos ta harrojnë që pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa Bashkimin Evropian, pa ushtrinë shqiptare të Kosovës, nuk do e kishim Kosovën e lirë. Rrofë Kosova, rrofë Shqipëria, edhe ju presim nesër në protest. Faleminderit. Kush e do fjalën nga përfaqësuesit e grupit deputetëve që kanë paraqitur kërkesën? Për replik 2 minuta dhe pastaj zoti Bardhi. Zoti Berisha. Kam 2 replika, zoti Beleshi, sepse deputeti që vjen gjoja nga studimi, pati atë që s'mund ta bëj kur njeri, të trilloj dhe të shpif të atriboj atë që sa thash kur. E turpshme për ty Ardit Bida, si quhet. Bido, turp të kesh. Turp të të vi falsifikator. Këtu para ju thash se dhe sikur shqiptarë të kishin krye krime kundër genocid kundër serbëve, kundër maqedonasve, sikur të kishin krye, unë do ta dënoja. Genocidin, vrasjen për çështje etnike, është krimi më i dënueshëm, më i shëmtuar. Nuk thash kur se ka ndodhur. Do të kesh fytyrën tënde që të transformosh brenda 2 minutave një deklarat. S'të them gjë më shumë se kaq. Po të dish një gjë, që nuk ka ndodhur në historinë 32 vjeçare të këtij parlamenti një akt i tillë. Ka ndodhur shumë akte, po kjo të transformosh brenda minute deklaratë e tjetrit në të kundërt e bën vetëm ti qofsh. Së dyti, do se arë shqiptar dhe njëherë. Pse ne? Jo, kam replikën tjetër tani. Replik, një deputet ka folur, një replik. Urdhë? Ju lutem, mbaroni fjalin. Një replik, një deputet ka folur. Jo, e kisha me ato një nga. Ju lutem, përfundoni. Tani, së dyti, pse unë e konsideroj Edi Ramën argat të Vučićit. Pse e konsideroj argat të Vučićit? Sepse sa po erdhin pushtet, Edi Rama filloi takimet e fshehta me Vučićin dhe shpalosi një projekt të Miloševićit të viteve 90. Ndarja dhe ndryshimi kufive të Kosovës. Mbaroj koha, zoti Berisha. Mbaroj koha e replikës. Nuk ka 2 replika, nuk merren replikat vullnetarisht, edhe me dëshirë. Ka folur një deputet, te ka marrë një replik 2 minuta. Ju lutem përfundonin fjalin dhe fjalën e ka zoti Gazmend Bardhi. Këtu doli Taulan Begojaris dhe foli për atë që s'ishte vendite në çështje. Këtu është për i Pardin, a i foli për gjëra tjera, dhe më përmen e emrin, tani unë po i përgjigjem. Kjo është gjëra më normale. Pra, s'pari, së dyti, Edi Rama është i pari në historinë e Shqipërisë pas viteve 90 që vendosi sanksione kundër Kosovës dhe qeverisë saj, në një akt të shëmtuar. Së treti, Edi Rama mori nga Beogradi statutin për komunat e veriut të Kosovës vetëm për të fajsuar Albin Kurtin. Së katërti, u përpoq me baton të ti që të rëzonte qeverinë legjitime të Kosovës. Së pesti, jo një minutë. Zoti Berisha, po mbaroj, fjalën e ka zoti Gazmend Bardhi, ju lutem. Ju lutem të mos ndryshojmë standardin se gjithë deputetët janë një lloj. Ju lutem.
Zoti Bardhi merrni fjalën. Zoti Gazmend Bardhi, merrni fjalën. Zoti Bardhi, thirrja e fundit, do ta merrni fjalën apo të vazhdojmë me procedurën? Patjetër, zoti kryetar, do dalë foltore. Do kalojmë në votim. Do kalojmë në votim mocionin, sepse kështu është procedura. Nëse refuzoni ta merrni fjalën, unë s'kam s'ju detyroj dot. Merrni fjalën. Ju lutem, zoti Berisha, lejoni kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të mbajë fjalën e vet, ka 10 minuta kohë. Faleminderit zoti kryetar, nderuar koleg deputet, fillimisht një përgjigje, megjithse çdo shqiptar e pa se kush është interesi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste për fermerët shqiptar. Mocioni ishte për fermerët, doli këtu dhe foli vetëm 30 sekonda për fermerët. Dhe unë do shpjegoj arsyen pse Taulanti nuk flet dot për fondet e IPARD-it edhe për fermerët. Po fillimisht një sqarim për leksionin që na dha se si kemi hartuar kërkesën. Nuk kemi bërë as më shumë dhe as më pak. Kemi ndjek shembullin tuaj ku në datën 27/5/2024 ngritët të famshmin Komisioni Xhafa. Paraqitët kërkesë për mocion për mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin, propozuat një rezolut, dhe brenda asaj rezolute, zoti Xhafa ashtu dhe mund ta konfirmoj, propozonit ngritjen e një komisionit posaçëm. U zhvillua debati në seancë plenare, u votua rezoluta dhe më pas u votua ngritja e komisionit të posaçëm për mirëqeverisjen, antikorrupsionin e si e kishte emrin e gjatë, një orë ndryshe si Komisioni Xhafa. Ja ku është dokumenti. Që kështu dili këtu dhe thjesht shpjegoni që nuk doni të flisni pse Bashkimi Evropian na ka bllokuar fondet, miliona euro që shkojnë për fermerët shqiptar. Jemi i vetmi vend në Europë dhe në rajon që na janë bllokuar fondet, sepse kjo qeveri këtu ka vendosur të vjedh jo vetëm parat e taksapaguzve shqiptar, por dhe parat e taksapaguzve europian. E në fakt, qëllimi jo nuk ishte të bënim politik me këtë çështje. Nuk donim bënim politik me këtë çështje. Po sigurisht, ju keni në dorë të refuzoni mocionin me debat. Dhe do refuzoni sot. Ju siguroj që brenda javës do të depozitojmë kërkesë për ngritur komision hetimor mbi këtë çështje. Sepse Taulant, ne do të verifikojmë se si babai i Suel Çelës mori paratë e fermerëve shqiptar, në vend që një fermer i Elbasanit, dhe këtu ka deputet Elbasanit, ti merrte 250.000 euro për të financuar mundi dhe ndjersën e ti, nuk i mori fermeri Elbasanit. I mori babai i Suel Çelës, një njeri i shpallur në kërkim si kreu një organizate nga më të fuqishmet kriminale në Shqipëri. Dhe sigurisht, nuk doni që ne të flasim për këtë çështje. Ne nuk donim të bënim politik mbi këtë çështje, por si organi që ka miratuar
ligjin për ratifikimin e marrëveshjes grantit, ne kemi për detyrë të reflektojmë, të diskutojmë, të nxjerrim dhe përgjegjësi se si besimi i institucioneve europiane, por dhe besimi i kuvendit ku ka ratifikuar marrëveshjen për fondet e programit IPA, është shkelur nga qeveria. Janë bërë të dhëna publike se si drejtoresha juaj e AZBR-s, që më pas Edi Rama e ulin karrikën e ministrit të bujqësisë, shpërndante parat nga fondet e IPARD-it për familjarët e vetë. Në vend që t'i merrni infermerët e Divjakës, Lushnjës, Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë, jo i merrte vllai, motra, kushërinjt, burri, kunati i Frida Krifcës, ministres tuaj të bujqësisë dhe drejtoreshës së AZBR-s. Në fakt, tu kam një listë të gjatë, po ta lexoj, nuk më dalin 10 minuta. Se si kryetar tuaj të bashkive, se si familjar të deputetëve të Partisë Socialiste, kanë marrë fondet e IPARD-it, pra dashur fermer, kanë marrë djersën dhe mundin tuaj. Prandaj këta nuk duan që ne të flasim për fondet e IPARD-it. Çfarë kërkon opozita? Kërkojmë të ngrejmë një komision posaçëm, kemi 2 vite që presim qeverinë të gjejë zgjidhjet ligjore për t'i garantuar Bashkimit Evropian që parat e IPARD 3-shit, që janë 112 milion euro, nuk do të vidhen siç u vollën ata 33 milion euro. Na thoni me thashe theme, ku e dini ju që janë vjedhur? Këtu nuk është Ministri i Financave, po Ministria e Financave ka paguar një kompani gjermane auditi që ka konfirmuar gjetjet e Olafit dhe ka konfirmuar që në pjesën ndërmuese të projekteve miliona euro janë vjedhur. Kanë shkuar në një destinacion të paditur. Kanë financuar projekte që nuk kanë lidhje me bujqësinë shqiptare. Dhe ne po themi, bëhemi gjithë bashk, pas një lloj ndajësie, të ngrejmë një komision posaçëm dhe të miratojmë çdo ndërhyrje të nevojshme ligjore për t'i dhënë garanci institucioneve të Bashkimit Evropian që këto para, pra 112 milion euro, që sot mbahen të pezulluara, të kenë mundësi t'i lëvrohen fermerëve shqiptarë. Pse nuk jeni dakord ju që ky kuvend s'pari ta trajtojë këtë çështje, s'dyti tulet dhe gjesë zgjidhje si zhbllokohen parat. Sot çdo fermer është i ndërgjegjshëm mbi vështirësinë që ka për t'ia dalë në fund të muajit. Dhe këto para mund të jenë një ndihmë e madhe për të shpërblyer mundin dhe djersën e tyre. Atëherë pse nuk do duhet kuvendi ta trajtojë këtë çështje? Se keni frikë ju, do themi ne, që paratë e fermerëve i keni marrë ju, se ka familjar deputetëve grupit parlamentar të Partisë Socialiste këtu. Këtë frikë keni. Keni frikë, do të themi, që në vend që të financoni fermerët, keni financuar me paratë e Bashkimit Evropian krimin organizuar. Po s'ka nevojë t'ju a themi ne atë. Ju a ka thënë Komisioni Evropian, ku ka marrë vendimin për bllokuar 112 milion euro të programit të tretë, të thirrjes së tretë të programit IPARD. Ju ka thënë po ja bllokojmë sepse paratë e taksapagusëve shqiptar kanë shkuar në Europian, kanë shkuar në drejtim të paditur. Kanë shkuar për të financuar politikanë, familjarë politikanëve të lidhur me qeverinë, krim të organizuar të lidhur me qeverinë. Prandaj, dashur qytetar, dashur fermer të Shqipërisë, kjo nuk është një çështje që ndan Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, opozit, majorancë, pa nuk është një çështje politike. Kjo do duhet ishte një çështje e hallit dhe shqetësimit të secilit prej jush. Është një çështje në fakt ndërmjet jush
qytetarëve, fermerëve shqiptar dhe këtyre që sot do ngrejnë kartonin e kuq për t'i dhënë zgjidhje dhe për të mundësuar zhbllokimin e fondeve të IPARD-it. Është një çështje mes jush, dashur shqiptar, dhe qeverisë e Edi Ramës, që në vend që parat i sillte tek ju, i futi në xhepa deputetëve, familjarëve të deputetëve të vet, familjarëve të kryebashkiakëve të vet, familjarëve të partnerëve në krim të organizuar. Sot kujtoheni që këta në mazhorancë janë përballë jush dhe kartonat e tyre të kuq nuk janë votë kundër mocionit me debat dhe ngritjes një komisionit posaçëm të kërkuar nga opozita. Por janë votë kundër jush, kundër fermerëve, kundër familjarëve tyre, votë kundër punës, mundit, djersës dhe kursimeve të secilit prej jush. Prandaj fiksojini mirë çdo karton të kuq që do ngrihet sot kundër jush dhe përbuzni dhe refuzoni kur të vinë me propagandën e rrallës dhe premtimet boshe që janë në krahun tuaj, sepse sot është dita e së vërtetës dhe ata secili prej 83 prej tyre po voton kundër jush. Faleminderit. Faleminderit. Hedhim me votim të hapur me kartona kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për zhvillim të mocionit me debat dhe ngritjen e një komisionit posaçëm në Kuvendin e Shqipërisë në lidhje me gjetjet e OLAF për fondet e programit IPARD. Kush është pro? Kundër? Abstenim? I numëruat? Ju lutem mbani kartonat. 72 kundër, kërkesa nuk miratohet. Para se të kaloj në pikën tjetër, ka disa kërkesa, ju lutem, ka disa kërkesa për procedurë. Zoti Kapri, keni kërkuar fjalën? Faleminderit, zoti kryetar. Do të dëshiroja prej jush që në momentin që krejt dhe në mënyrë të panatyrshme u përmend Kosova në këtë seancë, zoti kryetar, ju ndoshta do bënit mirë të ndalonit edhe të rrisni kryetarët e grupeve dhe për të folur seriozisht këtë çështje. Nuk mund të jetë Kosova në këtë moment të vështirë dhe të provokohet dhe gjithë opozita e të thuhet dilni në një miting. Tani që e majta ka një kompleks të madh me Kosovën, kjo dihet, por mos mundoni që ta banalizoni, se historia e së majtës nis herët me Kosovën, që në vitet 40, që me faktin që shteti shqiptar ishte përgjegjës në vrasjen e mijëra të rinjve kosovar në masakrën e Tivarit. Ndaj zoti kryetar, është e ndershme që ky parlament të bëjë seancë të posaçme për Kosovën dhe nuk mund trajtohet në një retorikë politike që nuk na bën der asnjërit. Faleminderit. Faleminderit. Ministri Vëngu ka kërkuar fjalën. Faleminderit, zoti kryetar. Zoti Kapri, nuk besoj se ju si grup parlamentar apo të gjitha grupet parlamentare të opozitës mund të japin leksione patriotizmi për Kosovën. Kryetari i kësaj qeverie, kryeministri, është ai që ka përsëritur në mes të Beogradit, kërkesën për njojë të Kosovës. Jo vetëm në mitingje, jo vetëm pas kuintave diplomatike, por në mes të Beogradit. Kjo qeveri, jo vetëm që ka quar përpara projekte zhvillimore me Kosovën, po sikundër ju keni quar përpara rrugën e Kombit, ne po çojmë përpara e kurrudhën e Kombit. Kjo qeveri e ka përfshirë Kosovën në kuadër të bashkëpunimeve strategjike dhe ushtarake rajonale. Për herë të parë dhe besoj se është momenti që edhe ju t'i bashkoheni iniciativës që ne kemi përqafuar për ta futur Kosovën bashkë me Kroacinë në iniciativa ushtarake dhe mbrojtje rajonale. Nuk keni thënë asnjë fjalë për këtë gjë, nuk e keni përshëndetur kur këtë gjë dhe është momenti ta thoni. Prandaj nuk ka leksioni patriotizmi askush për të na dhënë këtu. Hajdeni nesër në protest, t'i bashkojmë fuqit, bashkohemi si kom dhe këto tregime me gisht që bëni ju me emocione dhe me debate, e kuptoj që është i vetmi instrument që ju ka mbetur, po keni dhe instrumente të tjerë siç është uniteti kombëtar për këto çështje. Ju faleminderit. Faleminderit. Për procedurë
E ka kërkuar fjalën zoti Boçi, Luciano Boçi. Për procedurë ju lutem. Replik nuk ju përmendi emrin. Nëse është përmendur emri, replik zoti Kapri. Ndjes zoti Boçi. Faleminderit. Zoti Ministri i Mbrojtjes, nuk bëra patriotizëm patetik. Tani, nëse flasim për Kosovën dhe përmendet Ramën në Beograd, unë po përmend një gjë tjetër. Kush e mban përgjegjësinë për Open Balkan? Kush e mban përgjegjësinë për vite të tëra marrëdhënie të ngrohtë me Beogradin pa sjell asnjë gjë? Kush e mban përgjegjësinë për konfliktin e madh që ka sot me kryeministrin e Kosovës? Kur dhe në momentin e vështirë të ndërhyrjes në veri të Kosovës, kryeministri i Shqipërisë ishte kundër. Ka deklarat nga ish kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka thënë që Rama më ka kërkuar të pranoj ndarjen e Kosovës. Kjo nuk është patriotizëm fals. Zoti Ministri i Mbrojtjes e të nderuar kolegë të së-majtës. Kosova meriton një tjetër qasje dhe meriton një tjetër vëmendje nga ky parlament dhe nuk mund të bëhet retorik politike. Kompleksin e të majtës ndaj Kosovës mos e shfryni ndaj nesh, se nuk do ja dilni dot, me thënë të drejtën, por nëse vërtet duan të dalim në krah Kosovës, atëherë ky parlament do të shprehet minimalisht me një rezolut. Faleminderit. Faleminderit zoti Boçi për procedurë. Faleminderit zoti Peleshi. Në realitet leksionet këtu patriotizmit u tentuan nga kryetari i grupit parlamentar. Ai i cili gjatë gjithë jetës vetë, sepse iku tashi, gjithmonë ka vënë partin mbi Shqipërinë dhe jo vetëm me veprime, por edhe me deklarata. Çuditërisht sot doli i ndryshuar. Po puna është që duhet ta lini këtë lojën e strucit dhe mos na drejtohuni këtu me sfida që nëse ne duam Kosovën apo drejtuesit e luftës së UÇK-s, ne duhet vim në atë mitingun tuaj. Sot është dita për t'u treguar patriot. Ja ku e keni sfidën, mos e lini për nesër. Po, dëgjojeni atë kryetarin e grupit tuaj parlamentar. Vendoseni Shqipërinë mbi partinë sot. Ja ku e keni provën. Që tregoni që e doni Kosovën. Miratoni rezolutën kundër krimeve serbe, kundër genocidit serb në Kosovë. Sepse ju gjithë jeni parlamentar, një pjesë me përvojë shumë të madhe. Kush ka më shumë vlerë? Një rezolut e dal nga parlamenti apo fjalët hipokrite të atyre që morën iniciativën e Ballkanit hapur për ta bërë Serbinë lokomotivë ekonomike të rajonit? Kush ka më shumë vlerë zyrtare? Rezoluta e Parlamentit Shqipërisë që shkon po në atë Parlamentin Evropian, po është e vërtet, ajo shkon, apo fjalët e atyre që sankcionuan Kosovën? Nuk është diskutim. Kush ka më shumë vlerë? Jo nuk e përcaktoni. Zoti Koreshi, e doni fjalën procedurë? Më pas zoti Lajo, më pas zoti Vasil Lajo, po e përcakton rregulloria. Faleminderit. Jo, ja ka mequr fjalën edhe zotit Bido për të njëjtën arsye. Për djeni. Dakor, ndërkohë që nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste kanë folur shumë pak. Po të duash bilancin e erës kaluar, është 45 minuta grupi deputet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe 9 minuta të grupit Partisë Socialiste. Për statistikë. Faleminderit. Zoti Koreshi ndjes. Po, faleminderit i nderuar, duke qenë se na lexu rregullorin pjesës i nderuar, edhe ne po ju do drejtojmë i nderuar po. Marr shkas nga fjalimi mallëngjyes i ministrit që na kujtoi na bëri Skënderbeu kryeministrin, po dhe kryetarit grupit që na kujtoi ca tifozën Serbi, pyesen ca tifozë të tjerë, kryeministri ku është? Mos ka filluar punë dytë infermier mas baromit? Dhe e dyta, t'i kthej përgjigje kryeministrit Kosovës mbi gjykatën speciale qendrimet që i kanë mbajtur, se po e pyeta nga ne. Faleminderit. Zoti Vasil Lajo. Faleminderit i nderuar kryetar, të nderuar deputet. Jemi kthyer në një ping-pong fjalësh nga e majta në të djathtë, nga një tavolinë në tjetrën, nga një karike në tjetrën. Të gjithë po konsumojnë fjalët për publik
dhe asnjë fjalë për zgjedhësit tanë. Flasim për Kosovën. Dua t'ju them se shumë nga ju, kur çështjet e Kosovës kanë qenë në rendin e ditës, kanë qenë të gjalla dhe doni zgjidhje, ju akoma u sheshin me biberonin e nënës tuaj. Unë nuk pranoj të jem pjesë e një përgjithësimi që ju doni të bëni të gjithë, sepse në vitin 2008, në Fortaleza të Brazilit, unë kam qenë ai që kam regjistruar Kosovën në organizatën botërore të laboratorëve. Dhe në 2011 kam bërë kontratën me kompaninë amerikane Smith & Nephew me Kosovën, do me thënë identiteti Republika e Kosovës dhe jo në Republikën e Shqipërisë, për dhe as të Republikës Kosovës, si që kam bërë shumë kompaninë të tjera. Pra kjo është ajo që unë kam bërë për Kosovën dhe do vazhdoj ta bëj. Të tjera le dilën për Kosovën dhe le të na gjykojë publiku. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Spahiu, Klodiana Spahiu ka kërkuar fjalën për procedurë. Zonja Spahiu, fjala për ju. Do ruajmë edhe balancën, ju lutem. Kryetar, të nderuar koleg edhe të mazhorancës edhe të opozitës. Me gjithë diskutimet që u bën, mendoj që gjithë Ballkani Perëndimor tashmë e ka marrë një rrugë drejt integrimit evropian. Dhe nuk është rrugtim vetëm i Shqipërisë, është i gjithë këtyre vendeve. Dhe konferenca e 2 ditëve që u bën në Shqipëri e tregoi këtë mbështetje të madhe të Ballkanit të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Do t'ju lutesha kryetar, të kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës, të fillojmë me raportimin e të gjithë që kemi, janë njësër raportimesh që janë sot të institucioneve të pavarura, dhe do të kemi kohë plot për këto debate, sepse mendoj që u ezaurua si debat. Nuk duhet na ndaj Kosova, duhet na bashkojë të nderuar kolegë. Ndaj ju ftoj kryetar që të vijojmë me programin e ditës, me raportimin e institucioneve të pavarura. Shumë faleminderit. Çfarë? Urdhro? Mirë, fjala e fundit procedurë, Zoti Noka, sepse s'kam dëgjuar asgjë procedurë nga të gjithë deputetët deri tani. Zoti Noka, urdhroni. Tani, unë s'do të përsëris ato që tha Eraldi për Ballkanin e hapur që i futi thikën pas shpinën e Kosovës dhe e përjashtoi Kosovën. Bie dakord me Vasilin, po ti Vasilin atko ke qenë me PD-n, nuk ke qenë me PS. Kur i ke bërë këto veprime pro Kosovës. Tani dua t'ju lexoj vetëm një SMS që i ka shkuar kur lëngonte Sinisha Mihajlović kur ishte i smur dhe i ka shkuar një SMS. I dashur zotri, unë jam Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ish lojtar i ekipit kombëtar të basketbollit dhe një admirues i vjetër i Sampdorias së Vujadin Boshkovit. Numrin tënd e mora nëpërmjet mikut ton të përbashkët Aleksandr Vučić. Jo, Kosova, prit. Aleksandr Vučić. Fola për ty mbrëm në Novi Sad. Po. Prej kohësh kam dashur të shpreh admirimin tënd për forcën, guximin për të cilat po përballesh me armikun tënd të rrezikshëm të jetës tënde. Por gjithashtu dua të them se pasi keni mundur shumë portier me goditjet tua me penallti, jam i bindur që do të jeni aftë të mundni të mundni edhe hijen që është vendosur mes teje dhe portës ardhme të jetës. Prit. E dini që mesazhet ndërpritet fjala se nuk është procedurë. Zoti Blushi, kryetari i grupit parlamentar Partisë së Lirisë, për procedurë. Zoti kryetar, Zoti kryetar, dua t'ju kujtoj se çështja e Kosovës edhe interesi kombëtar prevalon mbi procedurën, edhe mbi rregulloren
e Kuvendit të Shqipërisë që sot krye fjalë duhet të ketë Kosovën. Unë i mirëkuptoj thirrjet për të vendosur Shqipëri mbi partinë, por nuk mund të pranoj faktin që kjo thirrje bëhet nga ata që kanë vendosur Jugosllavinë mbi Shqipërinë. Së pari dua t'ju kujtoj, çështja e Kosovës nuk është çështje e një mitingu. Sot Shqipëria i ka të gjitha mundësitë për të ngritur çështjen e Kosovës, për të kërkuar lirimin e drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si në Këshillin e Europës, si në NATO, si në OKB dhe në të gjitha organizatat e tjera. Por a mund të ketë sot dhe a mund të pranohet një ftesë për protest ku duan të bashkojnë shqiptarët me anti-shqiptarët? Okej, faleminderit. Ky diskutim politik nuk ka lidhje me rendin e ditës dhe me rregulloren. Fjalën ka kërkuar zoti Manja. Zoti kryetari i Kuvendit, e kërkova fjalën me thënë drejtën për të kërkuar të gjithë kolegëve sot këtu të pranishëm që ta fusim këtë seancë plenare në shinat e dura dhe në rendin e ditës që kemi. Dhe unë, kur flitet për Kosovën, se cilin këtë sallë kemi ndjeshmërit tona, dhe unë refuzoj të bëhem pjesë e këtij debati se kush e do më shumë Kosovën dhe kush e do më pak, dhe nuk do ta bëj këtë as sot e as mot. Sepse Kosova është një pjesë e jona, është ajo jashtë procedure janë, po jashtë procedure. Kosova është një pjesë e jona. Ndroni dhe procedura, zoti Manja, ju lutem. Amaneti që e kemi thënë gjithë nuk falet, dhe secili e ka dëshmuar me vepra se kush e do më shumë Kosovën në momentet kur Kosova e ka dashur të mbështetje prej nesh. Kush e ka dashur më shumë Kosovën kur makineria e Miloševićit tentoi të shfaroste shqiptarët e Kosovës, rroku armët dhe e pagoi me gjak pavarësinë që ka Kosova sot dhe prandaj këta quhen ajka e kombit. Kush nuk e bëri këtë, hapi dyert për mira e mira shqiptarët Kosovës që u shpërngulën nga makineria e Miloševićit. Ndaj do t'ju lutesha mos na futni në këto ndjeshmëri të veri juk, se as e majta dhe as e djatha, sepse Kosova është pjesë e qëndësishme e çdo shqiptari dhe çdo njeriu që ka gjak shqiptari. Sa për Edi Ramën, unë jam i bindur dhe këtë e them shumë sinqerisht, ai s'ka nevojë për avokatin time dhe avokatin as kujt. Lutem dilni në procedurë zoti Manja. Në cilësinë time si ish ministër, kam patur rastin dhe fatin jo një herë, por disa herë ta shoqëroj në disa vizita zyrtare në Europë dhe dua ta them publikisht, është avokat i shkëlqyer i çështjes Kosovës. Me qëndrimet forta diplomatike, aty ku realisht bëhet politika europiane dhe ndërkombëtare për Kosovën, ka kërkuar me forcë njohjen e pavarësisë në Kosovës nga 5 vendet BE-s që ende refuzojnë ta njohin Kosovën. Pastaj patriot me fjalë, e patriot me rezoluta, e patriot me deklarata, bëhen gjithë, por ju lutem, në protestën që do të zhvillohet nesër në Tiranë, ne do shkojmë si qytetar dhe si shqiptar. Unë nuk e di se si mund merret qëndrim politik të një force të djathtë apo në një forcë të majtë, atë dalim nesër në protest apo mos dalim. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi janë komandant të UÇK-s dhe UÇK-ja është faqa e ndritur e luftës Kosovës për pavarësi dhe liri. Kjo është ajo që do të ndodhë nesër, ndaj zoti kryetar, ndjes se u kërkoj edhe kolegëve se këtu po zjemi për procedurë, ndjes se u zgjata seancat hyj në shinat e rendit ditës, sepse s'kan këtë krah, nuk besoj se kanë këtë krah, që m'akuzon mua dhe kolegët e mi që e duam Kosovën më pak se sa ju. Kur të shkruhet historia Sali, t'jesh i bindur që secili prej nesh e kemi vendin aty, me dritë hijet tona, me mirat dhe me qijat.
Zoti Manja, me gjithë respektin për Kosovën, për çështjen, padyshim, ju lutem atë që kërkoni nga kolegët e tjerë duhet ta respektoni edhe vetë, duhet të qëndroni brenda procedurës. Dakord, por nuk duhet të ndodhë më. Atëherë, në mbledhjen e djeshme të konferencës kryetarëve, për çfarë? Për çfarë e keni kërkuar? Për replik. Për replik. Urdhro, 2 minuta për replik. Nuk ka asnjëri dëshirë të bëjë një çështje kaq madhore siç është genocidi, çështje partjake. Është verbria e atyre që urdhojnë ju që të mos votoni eksterminimin e shqiptarëve vetëm për shkak të etnisë. Shkoni në Kosovë, shkoni në Krush, shkoni në Reçak, shkoni në Lugën e Butë, pa të rastin tishan verë në Bjesht e Istogut. Nga Maja, nga Sanxhaku, kishin ardhur hordhit serbe dhe kishin marrë çdo të moshur, çdo fëmijë, çdo grua që kishin gjetë aty, të dalë jashtë zonës luftës, grumulluar dhe i kanë ekzekutuar 54 vetë vetëm për shkak të etnisë shqiptare. Burra, mjek, pensionist, fëmijë, dhe kjo është vetëm njëra prej tyre. Si mund të ndahemi ne në këtë? Si mund të... Po, absolutisht, më shëmbëdhenit ja u them me sinqeritet, si parlamenti i Bosnjës, i Republikës Serbe të Bosnjës, mos zotëri kështu, am thonë. Po si mundet kjo? Çfarë ka këtu? Am thonë. Po të dënosh genocidin është një detyrim absolut i njeriu të qytetruar. Dhe bëhet ky diskutim. Jo, Mario, Edi Rama është paq, u tregua paq sa Vučić armik i Kosovës. I vuri sanksionet i pari. U vun shërbim të skenarit të ndarjes Kosovës. E përjashtoj nga gjithanismat. I dërgoj njerëzit u përpoq për përmbys Albin Kurtin. Personalisht do ta them dhe si parti, ne kemi homolog lidhjen demokratike të Kosovës. Herë dele para, herë dele treta, ne mbetemi aty. Po ne nuk mund të imagjojmë kur që të marrim veprime subversive, edhe mitingu që bëhet. Me nuancat theksuara kundër qeverisë Kosovës. Dhe të vinë, kishit planifikuar 60 minuta Edi Rama fjalim. Absolutisht një lloj si dilte Vučići me fol aty. Zoti Redi Muçi, në procedurë. Atëre, për procedurë, i nderuar kryetar, u bën 2 orë në këtë seancë që po i bie gjoksit se kush e dashuron më shumë Kosovën, në një nacionalizëm të shterp, duke akuzuar në mënyrë të ndërsjellë se kush ka bërë afera me Vučićin e kush e ka bërë me Miloševićin, ndërkohë që ka një zgjidhje fare të thjeshtë. Njëra palë të pranoj mocionin për genocidin në Kosovë dhe gjithë së bashku të shkojmë në tubimin për krerët e UÇK-s. Nuk ka pse të vazhdoj kjo farsë tash të 2 orë. Sa i përket pastaj patriotizmit dhe dashurisë për atë dheun, e keni dëshmuar të 2 palët, kur ka qenë ajo radha dhe rasti për të keq qeverisur shqiptarët, për t'ju vjedhur fondet, e treguat edhe sot, madje. Okej, faleminderit zoti Muçi, ky është diskutim politik, jo diskutim procedurial. Atëherë, në mbledhjen e djeshme të konferencës kryetarëve, datë 15/10/2025, u diskutua edhe kërkesa e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për zhvillimin e debatit lidhur me raportimin e institucioneve në këtë seancë plenare. Në zbatim të nerin 103.8 e rregullores, konferenca e kryetarëve vendosi që koha e debatit për çdo raportim të jetë 150 minuta. Në bazë të neni 48.3, koha për 150 minuta për çdo raportim do të jetë shpërndarë në mënyrë përpjesëtimore ndërmjet grupeve parlamentare, për sa më sipër
Minutazhi për diskutimet është si vijon, Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste 89 minuta, Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike 38 minuta, Grupi Parlamentar Aleanca për Ndryshimin 8 minuta, Grupi Parlamentar Partia e Lirisë 8 minuta, deputetët jashtë grupeve parlamentare 8 minuta. Para se të vijojmë me raportimet vjetore, ju informoj se sot për shkak të angazhimeve të tyre të mëparshme, Avokatja e Popullit dhe Kryetaria e Autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit nuk do të jenë pranishëm në seancën e sotme. Të dy këto raportime do të shtyhen për të shqyrtuar në seancën pasardhëse. Vijojmë me rendin e ditës raporti i veprimtarisë së Agjencisë Sigurimit të Depozitave për vitin 2024 në bazë të nenin 103.2 e rregullores dhe ligji 53 neni